Jam informuar që ka pas probleme serioze me operatorin. Kjo është një fatkeqësi. Me incizime nga droni, kryeministri në detyrë Albin Kurti kishte shfaqur pamjet e punimeve për ndërtimin e parkut industrial në Opterush të Rahovecit. Madje ai kishte shkruar se punimet për fazën e parë po kryeshin në kohë rekord. 2 vjet nga ky publikim e 3 vjet nga nisja e punimeve, parku industrial është larg përfundimit e edhe më larg funksionalizimit. Punimet për ndërtimin e parkut industrial këtu në Opterush të Rahovecit ka nisur në vitin 2023. Derisa kryeministri në detyrë Albin Kurti javën e kaluar mori pjesë në përurimin e parkut industrial në Mitrovic dhe mori pjesë në prezantimin e konceptit për parkun industrial në Gjakov, këtu punimet tash e 3 vjet janë ndalur. Madje së fundmi, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka njoftuar se ka dështuar tenderi për fazën e dytë të ndërtimit të infrastrukturës në këtë park. Tenderi për fazën e dytë të punimeve ishte hapur në prill të vitit 2024, kurse Ministria e Industrisë njoftoi për anulimin e këtij tenderi në maj të vitit 2026. Në arsyetimin për anulimin e këtij aktiviteti të prokurimit, Ministria tha se tashmë marrëveshja mes komunës së Rahovecit dhe Ministrisë ka skaduar dhe rrjedhimisht nuk ka as zotim të mjeteve financiare. Ministrja në detyrë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Mimoza Kusari Lila, përveç kësaj, tha se ka edhe një arsye tjetër sepse ky tender është anuluar. Arsyeja e anulimit të punimeve në fazën e dytë në Rahovec ka të bëjë me ngritjen e standardit, gjithsesi pështimin e komponentes për park me komponent eko, gjithsesi me elementet miqësore. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. Sipas tenderit për fazën e parë që u nënshkrua me 31 mars të vitit 2023 në vlerë prej 1.8 milion euro, kompania Pro & Co Group do duhet ta përfundonte shtrimin e rrugëve, sistemin e kanalizimit atmosferik, sistemin e kanalizimit fekal, ndërtimin e ujësirrësit dhe ndërtimin e rrjetit elektrik. Ne kemi qenë dje tek parku industrial në Rahovec e kemi pa që edhe për fazën e parë disa prej punimeve nuk janë kryer. A ke ndonjë informacion ose ndonjë komunikim tash si ministre e këtij dikasteri pse nuk janë kryer punimet qoftë në fazën e parë, edhe a është pagu diçka për aty në 1.8 milion euro sepse punimet për çat fazë, për çat tender nuk janë kryer ashtu siç e ka para pa dhe para masa. Jam informuar që ka pas probleme serioze me operatorin në raport me përmbylljen e punimeve. Ka mbetë është në fazën në fakt shqyrtimit brenda për atë se çka mundet me para pa faza e dytë, do të thonë në pikën në të cilën ne kemi deklaruar që këtu ka nevojë për një premie të saktë mbi vlerësimin e qartë të punimeve aty, kemi kërkuar që paralel me këtë fazën ku ne jemi duke bë ngritjen apo avancimin e kritereve për ndërtimin e fazës së dytë, të bëhet vlerësimi edhe i punimeve të fazës së parë. Kallzo.com ka kontaktuar me kompaninë Pro & Co Group, e cila ka qenë kontraktuar për realizimin e fazës së parë në parkun industrial në Opterush të Rahovecit. Përfaqësuesit e saj nuk janë përgjigjur përmes telefonit pyetjeve të Kallzo.com. Të njëjtit nuk janë përgjigjur as në pyetjet e dërguara përmes mesazhit deri në publikimin e storys. E gjithë kjo situatë për kryetarin e Rahovecit Smajl Atifi është e papranueshme. Kjo është një fatkeqësi, një dëm i madh që i bëhet komunës së Rahovecit, është një papërgjegjësi totale e ministrisë dhe është një fjalamani, domethënë që kemi dëgjuar. Edhe kur kanë ardhur në Rahovec ish ministrja Rozeta Hajdari që do të bëhet mirë, do të bëhet shpejtë, do të ketë standarde, do të ketë kështu e tjera, mirë po fakti që s'ka ndodhur asgjë dhe punët kanë ngelur në gjysmë, unë shpreh shqetësimin tim, pa pajtueshmërinë në emër të qytetarëve të komunës, në emër të bizneseve, që këto vonesa janë të papranueshme, është papranueshme, është sjellje e turpshme ajo që i ka ndodhur komunës tonë me një mungesë, një zonë ekonomike e cila
vitet e tëra ka marrë derisa është themeluar. Vendimi për krijimin e zonës ekonomike në Opterush të Rahovecit ishte marrë në vitin 2018 gjatë qeverisjes së Ramush Haradinajt. Qeveria e Kosovës në vitin 2023 ka miratuar një ligj për parqet industriale dhe teknologjike dhe ka bërë të ditur planin për të investuar mbi 30 milion euro për ndërtimin, zgjerimin, modernizimin e 14 parqeve industriale anë mban Kosovës me synim për t'i kthyer ato në parqe me standarde ekologjike. Nga rreth 10 parqe industriale në Kosovë, ai në Drenas dhe në Suharek janë në funksion tash disa vjet. Parku i biznesit në Drenas konsiderohet më i madhi dhe shtrihet në kilometrin e 22 të magjistrales Prishtinë-Pej.